Ju në gjatjeta, uroj t'jeni mirë. Duke qenë që unë jam rrugëve dhe në ecje dhe në lëvizje për arsyet e mia, për nevojat e mia, do të ndalem, ashtu siç e kemi bërë vazhdimisht, kudo që t'jem, që të bëj një koment të radhës për të parë se cilat janë zhvillimet më të fundit në përbot, në vendin tonë dhe në lindjen e mesme. Ka zhvillime të mëdha në lindjen e mesme. Me sa duket, lindja e mesme është duke shkuar drejt transformimeve të mëdha, drejt një eksplodimi të mundshëm. Situata në Iran ka kaluar të gjitha parashikimet, pasi kemi patur edhe në vitet tjera, kemi patur protesta të mëdha, kemi patur protesta ku kanë zbritur miliona njerëz, por edhe tashmë është një situatë jashtëzakonisht e rëndësishme. Edhe në Shqipëri gjithashtu ka patur një zhvillim të madh, të cilin unë nuk do t'ja komentoj tani, sepse nuk është ky momenti i duhur. Sapo të kthehem në bazë do të komentoj intervistën e Arben Ahmetajt. Çfarë është kjo intervistë dhe çfarë luhet dhe cilat janë qëllimet e saj dhe cilat janë mesazhet e asaj interviste, cila është skema që po luhet në Tiranë. Kjo ka nevojë për kushte studioje dhe zyre dhe do ta bëjmë analizën shumë shpejt nesër ose pas nesër, maksimumi të dielën, se cila është arsyeja e kësaj interviste. Duket qartë që bota po ndryshon, ashtu siç ju thash edhe mbrëm, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bërë gati për luftë, zyrtarisht pasi Pentagoni ka marrë 1.5 trilion buxhet për luftën, dhe kjo nuk është shaka dhe humor. Ju thash që e para është Grenlanda dhe më pas mund të jetë, pas një diskutim, Irani. Ka zhvillime të mëdha nga Irani, të cilat do t'ju asjell ekskluzivisht për të treguar dhe për të kuptuar në një farë mënyre se sa e madhe është loja që është duke ndodhur. Sa e madhe është Kreshnik? Është më e madhe se sa imagjinojmë ne, sepse të gjitha zhvillimet që po vinë sot duket qartë sikur kanë qenë në sinkron me të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur deri tani sa i përket lindjes së mesme, pas rënies së regjimit të Asadit dhe pas goditjes së Hezbollave, pas ardhjes së një pushteti tjetër në Siri dhe përpjekjeve tashme për të ndarë Sirin. Në Iran ka shpërthyer situata dhe vazhdon të jetë një moment jashtëzakonisht delikat për lindjen e mesme. Dhe kur them lindja e mesme, kam thënë më shumë se sa lindja e mesme, sepse lindja e mesme, siç e kemi thënë vazhdimisht, është pika nevralgjike e cila kontrollon ekuilibrat apo dikton ekuilibrat e ardhshëm global. Çfarë po ndodh në Iran? Sigurisht një pjesë e madhe e mediave të botës arabe, por edhe të botës perëndimore, janë duke e trajtuar me shumë kujdes për arsye të ndikimit të madh që do të kenë zhvillimet në Iran, sepse ndikimi i zhvillimeve të Iranit do të transformoj komplet lindjen e mesme, ashtu siç ju kam thënë në daljet e mia të tjera dhe të hershme, që shkepja e lindjes mesme është plan më i madh se të gjithë. Por ndryshimi i ekuilibrave në Teheran do të ndikoj edhe në gjirin persik, edhe në vendet e gjirit, pra tek të gjitha vendet, tek Arabia Saudite, tek Katari, tek Kuvajti, tek Bahrejni, tek Omani, tek Jemeni. Ajo që po ndodh në Yemen dhe ajo që ndodhi gjatë gjithë këtyre kohrave, me goditjen e Huthëve atje, me goditjen e Hezbollahve në Liban, me goditjen e Asadit në Siri, por edhe me kërcënimet për të goditur nga ana tjetër, apo për të përcjellë mesazhe të ashpra ndaj Turqisë nëpërmjet aleancës së Izraelit, Kipros dhe Greqisë, sigurisht tregojnë që plani është shumë i madh për lojën në lindjen e mesme. Dhe duket qartë që ky plan tashmë është bërë më agresiv, sepse në Teheran dhe në të gjitha qytetet kryesore ku po ndodhin protesta të jashtëzakonshme, është ndërprer edhe interneti. Pushteti ka dhënë një sinjal, ka dhënë një mesazh të fortë, duke i kërkuar atyre pra që ofrojnë internetin si shërbim të bllokojnë të gjithë internetin, dhe kemi internet blackout në të gjithë Iranin. Dhe kjo ka ndodhur që të ndërpritet bashkëpunimi ndërmjet protestuesve, koordinimi i tyre
ka shkuar situata në Iran për herë të parë në këtë moment, pavarësisht se nuk po flitet shumë, është shkullur simbolika e revolucionit islamik, dhe nga ana tjetër shumë nga protestuesit po dalin dhe emrat e rrugëve po i vën Donald Trump, duke ngjitur parulla apo pankarta të cilat shkruajnë Donald Trump. Pra pjesa më e madhe e popullit të Iranit e ka marrë mesazhin e Donald Trump, i cili pa vetëm para pak ditëve e kërcënoi Iranin dhe tha se nëse do të godiste protestuesit atje, do të kishte një ndërhyrje të fortë amerikane. Ndërkohë, presidenti i Iranit Pezeshkian ka dalë dhe ka mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare bashkë me politikanët e tjerë, bashkë me parlamentin e Iranit, dhe kanë njoftuar se ata i kanë treguar popullit, pra kanë nisur të bëjnë një lloj autokritike duke i treguar iranianëve se nuk ka populli faj, as studentët që kanë dalë nuk kanë faj, as protestuesit nuk kanë faj, as njerëzit e thjesht nuk kanë faj. Por ajo që duhet të dini, miq të dashur, që ajo që po ndodh sot në Iran është e ndryshme nga protesta e 2009-s, për shembull, kur dolën edhe atëherë miliona, por atëherë ishin për situata politike, për zhvillime të rëndësishme politike. Sot riali apo poundi iranian ka shkuar 1.6 milion, $1 baraz me 1.6 milion para vendase, që do të thotë është një zhvillim dramatik i cili nuk lidhet më me nevoja aristokrate politike të sistemit politik apo të zgjedhjeve apo të sot është çështja e mbijetesës. Irani është sot për bukën e gojës, populli është për bukën e gojës, që do të thotë sanksionet e perëndimit, veçanërisht të amerikanëve ndaj Iranit, duket se kanë ndikuar fort, edhe pse iranianët kanë qenë duke nxjerrë sasi të konsiderueshme nafte, duke e thyer embargon qoftë për Kinën, qoftë për aktorë të tjerë ndërkombëtar. Sigurisht ata e kanë goditur këtë, nuk kanë mundur që nëpërmjet këtyre të ardhurave të sigurojnë një jetesë të mbushin ato, plotsojnë ato gropat dhe nevojat e përditshme të popullit Iranit për të jetuar. Pse nuk kanë mundur ta bëjnë këtë? Sepse edhe nafta që po e shesin jashtë embargos për Kinën apo për lojtarë të tretë apo të katërt të cilët e marrin kontraband dhe ja dalin t'i shpëtojnë sanksioneve, naftën po ja marrin kinezët për $16-17 fuqia, ndërkohë që fuqia sot në tregjet ndërkombëtare është $62-65. Pritet të ulet edhe më shumë, sepse Donald Trump tashmë pasi ka hedhur kontrollin e tij ndaj Venezuelës, pritet që të diktojë dhe të lëshojë 50 milion fuqi nafte nga nafta e Venezuelës në tregjet ndërkombëtare, dhe ashtu siç u pata njoftuar përpara 3 ditësh në 18 dhjetor të 2025-s, agjencia e lajmeve Reuters dhe shumë agjenci të tjera botërore kanë njoftuar se sasi të mëdha nafte nga Nigeria, nga Afrika, por edhe nga tregjet ndërkombëtare janë në tregje sot dhe nuk po gjejnë blerës, që do të thotë ardhja e 50 milion fuqive të reja të naftës nga Venezuela tashmë pasi Trump ka marrë kontrollin apo do ta marrë së shpejti në Venezuela, do të godas edhe më tepër edhe Rusin, e cila mbështetet shumë tek nafta, por edhe Iranin, i cili është edhe në sanksione, edhe në embargo, edhe në sulmin e protestave. Pezeshkian, presidenti iranian, ka dalë dhe ka thënë se ne e kemi fajin, ne pushteti e kemi fajin, ne politikanët nuk ja kemi dalë, ne dështuam sepse ne gënjyem, ne dështuam sepse ne nuk ja dolëm të bëjmë atë që premtuam, ne dështuam sepse ne bëm pikërisht të kundërtën asaj që i kemi thënë popullit se do të bëjmë, ne dështuam sepse ne gënjyem popullin ton. Dhe kur e thot këtë presidenti, do të thot shumë. Do të thot që kur më parë në 47 vitet e pushtetit të ajatullahve apo të teokracisë iraniane, në këto 47 vite kur më parë pushteti teokratik në Teheran nuk ka qenë më i kërcënuar se sa sot. Çfarë po ndodh? Ka ndodhur
pas blackoutit menjëherë, blackoutit të internetit, ka hyrë Starlinku i Elon Muskut, ka hyrë menjëherë në lojë dhe ka marrë vendimin që të shpërndajë internet për popullin e Iranit, që do të thotë se protestat do të vazhdojnë, sepse janë protestat e uris, janë protestat e mbijetesës, janë protestat të cilat sigurisht i investojnë edhe aktor të tjerë rajonal, siç është Izraeli, që nuk e ka fshehur kur planin e tij për ta riformatuar lindjen e mesme, për të rrëzuar regjimin në Teheran. Lufta e 12 ditëve tregoi mosqarti këtë, goditja e krahëve të Iranit në lindjen e mesme tregoi këtë, por ndërhyrja e Elon Musk tashmë duke i shpërndar nëpërmjet Starlinkut iranianëve internet, do të thotë që është marrë vendimin në Washington për të shkuar dhe për të mbështetur protestuesit, që do të thotë jemi në prag të zhvillimeve të mëdha. Diçka tjetër e rëndësishme që po ndodh, që nuk e keni dëgjuar asgjë kundi, është që zyrtar të lartë tashmë të Iranit, por edhe të ish zyrtarëve të lartë janë duke kërkuar masivisht viza në ambasadën franceze, në ambasadën gjermane, në ambasadën britanike dhe në ambasadat të tjera perëndimore, çka tregon se askush nuk është më i sigurt nëse regjimi tashmë në Iran do të mbijetojë apo jo. Por rënja e pushtetit të Iranit me të gjithë konfliktet që kanë patur arabët, me të gjithë konfliktet që ka patur Turqia, me të gjithë konfliktet që ka patur Egjipti, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, me të gjithë përplasjet që kanë patur me Iranin, sot mund të shohësh lehtësisht se në mediat e gjirit, por edhe në mediat e tjera arabe, të cilat përgjithsisht janë investuar fort në goditjen e narrativës ajetollave në Teheran, sot janë tërësisht të heshtura. Pse? Sepse as Erdogan, as vendet e gjirit nuk kanë interes që menjëherë të bjerë pushteti atje. Pse? Sepse kjo do të dobësonte kartat e tyre përballë Donald Trumpit, i cili në rast se do të rikthehet me pushtet absolut, qoftë nëpërmjet Riza Pehleviut, qoftë nëpërmjet Mekut, mujahidinëve të Mekut, një lëvizje marksiste islamiste, por është dhe opozita e Rexhawit, pra që është Meku, është opozita e Riza Pehleviut, djalit të tij, pra emirit, princit. Janë disa opozita të cilat presin dhe të rikthehen në pushtet. Vendet e gjirit janë të tronditur nga ky zhvillim i madh, sepse kjo e trondit komplet rajonin, riformaton ekuilibrat gjeopolitik në lindjen e mesme dhe pa asnjë diskutim dobëson kartat e vendeve të gjirit, vendeve të mëdha, por edhe të Turqisë si lojtar shumë i rëndësishëm rajonal dhe tashmë ndërkombëtar, por edhe Egjiptit. Ndaj dhe kemi shkuar në një aleancë të re e cila po bëhet gati për t'i paraprik këtij zhvillimit të madh, të cilin Trump është duke e qëndisur ditë për ditë dhe është duke e pikturuar ditë për ditë dhe po e mbron fuqimisht çdo ditë. Është aleanca e re që po lind ndërmjet Ankaras, Kairos, Riyadit dhe Pakistanit, pra Turqi, Egjipt, Pakistan, Arabi Saudite, po përpiqen dhe po tentojnë të studiojnë situatën dhe të kuptojnë se cilat do të jenë pasojat e këtij tërmeti që do të prek lindjen e mesme dhe do ta trondis atë nga themelet me shkuljen e një aksi të fortë, e një pike të forte gjeopolitike dhe gjeostrategjike. A do të ndërhyjnë rusët dhe kinezët për të mbrojtur Iranin? Këtë e pam në Karakas, e pam tek Maduro, e pam që Maduro u braktis, e la dhe Kina, e la dhe Rusia, ndoshta mund të kenë një strategji dhe një taktik tjetër të cilën nuk e kuptojmë tani dhe do ta kuptojmë në të ardhmen, por ata nuk i shkuan ka pas Maduros, as shkuan ta shpëtojnë regjimin atje. Çfarë do të ndodhë me Iranin mbetet për tu parë, por zhvillimet janë të mëdha. Të mëdha do të jenë zhvillimet gjithashtu edhe me parinë e Tiranës, edhe me Ballkanin, edhe me Vučićin, por ato do t'ju ja shpjegoj në vijim, sepse meritojnë, veçanërisht analiza e Ahmetajt meriton një analizë më vete, të qetë, të posaçme, në mënyrë që të kuptoni ato detajet të cilat nuk kanë për t'u thënë në asnjërin prej mediave të Tiranës. Ju përshëndes të gjithë dhe ju falenderoj dhe ju shpresoj që të jemi bashkë sërish në një moment të dytë që do të jetë i shpejtë sapo të kemi zhvillime të reja të mëdha. Përshëndetje, miru dëgjofshëm.